Pasi IKAF veç ka fillu të organizoj këto trajnime për certifikim në financa publike, është një mundësi e jashtëzakonshme që të rinjtë tanë të marrin këto njohuri, të pajisim me njohuri të financa publike dhe të jenë hap me kohën. Këshilla ime për profesionistët e rinj do të ishte që ata të fokusohen në investimin e vazhdueshëm në vetvete, në arsimim të vazhdueshëm, integritet profesional dhe zhvillim të qëndrueshëm të aftësive, duke pas parasysh, domethënë dinamikën jashtëzakonisht të madhe të trendeve globale dhe trendeve të digjitale, se në këtë drejtim është ka shkon e gjitha profesionet, që vazhdimisht profesionet kërkojnë që të investohet në kuadra të ri edhe të subspecializojnë në drejtime të caktuara që ata të jenë të aftë dhe të jenë të konkurrueshëm me tregun evropian apo tregun botëror. Kontabiliteti, auditimi dhe financat janë disiplinat të cilat kërkojnë përkushtim, gjithashtu kërkojnë një etikë të lartë. Programet që IKAF-i i organizon i ofrojnë këto mundësi, edhe të rritë mund të marrin këto njohuri nga shoqata e IKAF-it, instituti IKAF-it, edhe që të jenë të zot që të qeverisin, domethënë të kenë një trajnim solid. Ne ishëm me fat, sepse përfituam shumë trajnime nga ndërkombëtarët, qoftë ata i kishëm edhe mentorus gjatë gjithë kohën kur ne ishëm bashkëkryesues ose zyrtar në departamente të caktuara që udhëhec tanë ishin ndërkombëtarë, të cilët kishin një përvojë dhe bartin një përvojë jashtëzakonisht të madhe në Kosovë. Tash ne kemi kuadro vendore të cilat këto përmes angazhimit në institutet të caktuara mund ta bartin këtë përvojë të rinjtë tanë. Në 5 apo në dekadën e ardhshme kujtoj që financat publike në Kosovë do të evolojnë, jo vetëm Kosovë, mirë po edhe në këtë botën, se në çfarë drejtim janë të shku gjitha financat në aspektin e digitalizimit që veç theksova pak më parë, edhe përdorimit apo menaxhimit në numrit të madh të dhënave. Ne po ballafaqohemi për ditë më shumë me një numër të madh dhënave, qoftë marrjes së informatave, përpunimit të informatave, mirë po edhe klasifikimit të këtyre informatave. Kështu që do të dijmë të klasifikojmë dhe të përdorim këto informata dhe si të përdorim. Gjithashtu profesionistët e rinj do të kenë nevojë për njohuri teknike, aftësi analitike, integritet dhe mendim strategjik. Kujtoj që mundësitë janë, tash pasi IKAF veç ka fillu të organizoj këto trajnime për certifikim në financa publike, është një mundësi e jashtëzakonshme që të rinjtë tanë të marrin këto njohuri, të pajisim me njohuri të financa publike dhe të jenë hap me kohën.